Arben Ahmedaj, bashkëpunëtor i ngushtë i Edi Ramës si kryeministër, i hershëm në raportet me të, ministër në dikastere me fonde të mëdha financiare dhe më pas vendës kryeministër, ndodhet në Arati, që prej korrikut 2023 sulmoni shefin e tij sa herë jepet mundësia. Ahmedaj, i njohur me Nofkën Tigri në mjediset politike dhe mediatike, vendos papritur në qendër të vëmendjes si fillim për çështjen e inceneratorëve. Kur dukej se spak ishte afër arrestimit të tij, ai u zhduk, jo dhe aq papritur. Aratisja e tij dukej si e paralajmëruar. Ai nuk pranoi ta dorëzoj mandatin e deputetit, duke i dhënë kohë vetes. Nuk pranoi të bëj burg njësoj si ish kolegët e tij deputet, Koka, Bllako dhe Beqa. Megjithatë, rasti më i hershëm ishte ndëshkimi i një socialisti tjetër, gjithashtu ish zyrtar i lartë. Samir Tahiri, ish ministër i brendshëm i konsideruar dorë forte bashkëpunëtor shumë i ngushtë i Ramës, u arrestua sapo dorëzoi mandatin e deputetit. Si dukej Ahmedaj këtë rast kishte parasyve dhe mendjes kur vendosi t'i lërë targat atë dheut. Elisa Spiropali, gjithashtu një bashkëpunëtore e ngushtë e Ramës, që në hapat e para të saj në politik deri tek lëvizja mjaft, ministre disa herë, krye parlamentare, detyrën e fundit qeveritare e pati si ministre jashtme. Rama e shkarkoi atë mes një lumi kritikash në sy të zyrtarëve më të lartë qeveritar dhe partijak. Mbase ishte rastësi që në periudhë qetësie nga Ahmedaj, Elisa nisi kritikat ndaj atij, që më herët e konsideronte Skënderbeun. Sipas saj, Rama ka një model të keq se si e drejton partinë, model me servil politik dhe drejtor ignorant. Rama akuzohet nga Ahmedaj për korrupsion gjatë qeverisjes së tij, ndërsa Spiropali kritikat i ka në rrafsh partijak. Të paktën deri tani, as i pari dhe as e dyta nuk kishin asnjë kritik apo akuzë për Ramën si kryeministër dhe Ramën si kryetar partije, përsa kohë që kanë qenë pjesë e ekipit të tij. Shërbyen kur u nxorën jashtë gardit qeveritar. Disa i konsiderojnë heronj e disa i quajnë të pakënaqur e të mbetur pa ofiqe, e ca të tjerë shkojnë edhe më përtej. Ndaj, ndër shumë të tjera, shtrohet edhe pyetja: sa i vlejnë shoqërisë shqiptare heronj si Ahmedaj dhe Spiropali? Si fillim le të bijmë dakord që si dukuri nuk është e re në politikën shqiptare. Mirë, por rasti ish dy ministrave socialist është më i dukshëm dhe më problematik. Përfshirë dhe perceptimin publik për një miksim arsyesh, që lidhen sa me mandatet e një pasnjëshme të qeverisjes, po aq dhe me pritshmëritë e qytetarëve për secilin segment qeverisjeje. Rasti Ahmedaj dhe Spiropalit në raport me ish shefin e tyre, sa më shumë e as më pak është ilustrim tipik i një modeli shumë më të gjerë. Është transformimi i ish bashkëpunëtorëve në më kritik, herë të butë herë të ashpër, në varësi të kalkulimeve të tyre politike, sapo ata dalin nga pushteti dhe humbasin pozitat brenda sistemit. Nuk është thjesht një përplasje individuale, por është një krizë besimi politik, ku një zyrtar i lartë si Tigri apo Elisa për vite e vite të tëra të vendimarrjes më të mëdha për vendin dalin më pas dhe lëshojnë akuza të rënda për korrupsion, kapje të shtetit, degradim të meritokracisë e të tjera. Secili ka të drejtën të dyshojë të artikuluesit tek vërtetësia e tyre. Akuzat dhe kritikat mund të jenë shumë të drejta, por ato do të qëndrojnë si të tilla, do të kishin shumë vlerë nëse do të vinin në kohën e dur. Fjala bie kur Ahmedaj dhe Spiropali ishin pjesë e qeverisjes, kishin në pushtet real për të ndikuar. Marrë në konsiderat se politika shpesh është e paparashikueshme, sidomos politika shqiptare që nuk i ndahen as kthesat dhe as gungat. Rasti meriton për të parë nga disa këndvështrime. Në interpretimin e parë mbase dhe cinik në vetvete, ama shpesh realist, bart interesin personal. Sa kohë që Ahmedaj dhe Elisa ishin brenda sistemit, ishin një herazi dhe pjesë e një kontrate të heshtur. Do të keni pushtet, status, ndikim, favor, po kërkoj besnikëri. Kur prishet ky raport, pavarësisht pse dhe nga kush, për konflikte personale ose jo, për shkak të hetimeve apo indicjeve deri në eliminim, për shembull, sikurse pretendon një zëvendës kryeministri, merr fund dhe besnikëria. Qoftë Elisa, qoftë Ahmedaj janë çliruar tashmë nga kjo kartë, vjen të lirë për të akuzuar dhe për të kritikuar, por midis një reflektimi moral të vonuar në kohë dhe akuzave që vinë për shkak të humbjes së pozitave, në rastin ton kjo është e dyta më e pranueshme dhe më e besueshme. I leximi i dytë kërkon një ekspertizë më të thelluar. Është e kuptueshme që Ahmedaj dhe Spiropali, jo vetëm këta të dy, kur janë pjesë e sistemit, ndjehen të kufizuar në hapësirat e tyre të veprimit, ose duke marrë parasysh stilin e qeverisjes, i pranueshëm është dhe supozimi se kanë qenë pjesë e një dinamike, ku kundërshtimi i hapur shoqërohej me kosto të lartë politike apo personale.
Themi supozim, pasi në përpjekje për ta shtjelluar, argumenti do psohet ndjeshëm, pasi bëhet fjalë për zyrtar të lartë me poste të rëndësishme ekzekutive, me akses të pakufizuar në vendimarrje dhe me ndikim të padiskutueshëm. Në këtë optikë, heshtja më pashme e Ahmetaj dhe Spiropalit nuk justifikohet lehtë. Ndryshe nga kolegja e tij Ahmetaj, ka qenë në qendër të politikave ekonomike dhe vendimarrjes qeveritare, ka qenë pjesë e rëndësishme e tyre. Akuzat e tij aktuale janë serioze, mirë po fakti që artikuloi vetëm pasi u përball me drejtësinë e për më tepër nga Aratia, filtrohen në një mekanizëm skepticizmi. Kjo nuk i përjashton akuzat a priori janë apo jo të vërteta, por pesha e tyre nuk është reale. Do të kishin tjetër peshë në një kohë tjetër kur Ahmetaj ishte ministër dhe zëvendës kryeministër, ndërsa rasti i Spiropalit i përket më shumë rrafshit politik, ndoshta edhe si diskurs, nga një retorike fort mbështetëse ndaj Ramës në kritik të hapur për mënyrën e drejtimit të partisë. Lëvizja e Elisës tregon me shumë dinamikat e brendshme të pushtetit dhe përplasjet për influencë. Deri tani nuk ka tiparet e një denoncimi të strukturuar për korrupsion dhe abuzim. Megjithëse mund të mbetet deri në këtë pikë. Nuk ka asgjë të keqe që dy ish ministra dikur bashkëpunëtor të ngushtë të shefit të tyre flasin, kritikojnë dhe abuzojnë. Problemi është koha. Në demokraci funksionale dhe zërat kritik nga jashtë janë të vlefshëm, por ato zbehen humbasin besueshmërinë, për shkak se shfaqen vetëm pasi akuzuesi si ky rast kanë humbur pushtetin, forcën dhe privilegjet. Akoma më keq kur ata nuk marrin përgjegjësi për rolin e tyre të mëparshëm. Këtu shfaqet perceptimi i dyfirë, sikurse e kemi këtë kohë në mesin tonë. Nga një anë qeverisja paraqitet si sistemi korruptuar, e nga ana tjetër vetë kritikët duken si bashkëpërgjegjës. Kjo është pyetja: a i duhen shoqërisë tonë heronj të tillë? Qëndron në ajër. Jo se shoqëria nuk ka nevojë për kritik apo denoncues, por sepse ka pak vend për figura që ndërtojnë kapital moral e denojnë sistemin nga i cili kanë përfituar vetëm kur dalin nga sistemi. Një shoqëri e shëndetshme, një qeverisje e mirë dhe një politikë e ndershme kërkon koherencë. Edhe në doza të vogla ajo ndihmon për parimin e një shoqërie. Megjithatë, për te individëve që kanë rëndësinë e tyre, në fund fare, çështja kthehet tek institucionet dhe tek kultura politike. Nëse drejtësia funksionon dhe verifikon çdo akuzë, pavarësisht se kush e bën, atëherë rëndësi merr vetëm e vërteta faktike. Në të kundërt, politika mbetet një cikël i pafund figurash që alternojnë rolet. Sot mbrojtës të sistemit, nesër kritik të tij, pa dhënë llogari reale për asnjë segment të pushtetit të tyre. Pikërisht këtu qëndron rreziku, jo sepse individët në vetvete, por te normalizimi i këtij modeli si mënyrë funksionimi dhe politike. Nëse kjo pranohet si e zakonshme, si shumë të tjera që i kemi pranuar dhe përvetësuar mirë, atëherë besimi politik do të gryhet dhe mëtej. Çdo akuzë, sado e vërtet, perceptohet si pjesë e një loje politike, pse jo edhe ekzekutive, as pak si përpjekje për të vendosur drejtësi.